din që 3 vjet han bort në katua idiote. Kam pa ta me vatua bje Prishtina e përjetime dhe për vjet. Ajde një është për Kosovë. Hej zamër edhe një gjysore surprizë. Në shpi po dalë. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi në studio D në DTV për të vazhduar emisionin e radhës, si çdo të shtunë në mbrëmje, ku do të trajtohen skenat, ku do të diskutohet për skenën politike dhe jo vetëm për skenën politike, por edhe për çdo ngjarje e rëndësishme që ndodh në shtetin tonë Kosovë, pse Kosova është një vend i vogël, megjithatë është i bombarduar nga lajme dhe ngjarje të cilat të cilat e përbëjnë aktualitetin tonë. Apo ju, Visar? Patjetër, si çdo të shtunë tjetër, edhe këtë shtunë kemi me trajtu tema të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarin, po shumë të rëndësishme edhe për neve, se pa atos çak shumë bona. Jo, po vetë ekzistenca jonë, stili jonë, mënyra që shina të konstruktuar ne, e posaçërisht unë e ti, na të dë, varet nga aktualiteti politik. Nuk mundja na me nejtë pa diskutu për problemet politike aktuale, qasjen, sjelljen e figurave të rëndësishme të Kosovës, të cilat shpesh i kalojnë edhe dimensionet e kufive të Kosovës. Shkojnë me tej. Një vërtet është, me bo me abojnë IQ-n, testin e IQ-s këtyne, Po? neve dëve në lojnë zero. Ja, njëre të atune të, që këtë testi që ju bëhet këtyne politikanëve tonë, pa dallim, nuk është test i njëjtë me testat që bëhet çdo personi tjetës përditshme, po, çdo personi thjesht. Është test i veçantë. Është test ma special. Disa mujnë me kalu me të njefshëm e sene, po nuk është me rëndësi. Sa më tip figurë publike, politike, sa më shumë vota që ki, aq më inteligjent je. Patjetër. Sidomos kur din me kthy ato vota tani në propagandë politike, ajo ta dëshmon hala ma shumë se inteligjenca jote ose koeficienti inteligjencës tonë është shumë i lartë. E për ta vërtetu inteligjencën e politikanëve tonë, e kisha lut regjin me na lëshu një video edhe e kupton sa inteligjent i kemi. Esha tash videon edhe mas ne e komentojmë. Që kjo thjesht e ka eliminu që jam të jepone katrahuren e trafikut urban e Prishtinë. Apo e ka rritë edhe ma shumë? Kjo e ka barazu në këtë pjesë ose në këtë segment Prishtinës trafikun me Bangladesh. A e ke po gjysh është trafikun Bangladesh? Po ja, o largi se Bangladesh e kondi standard tjetër. Kë kryetari aktuali Prishtinës, kë sportisti Tai Qis ka thonë që unë do të tentoj që kerët ose makinat të prejken sa më shumë njëra me tjetrin të goditën, sigurisht në Bangladesh, sepse sa më shumë që merren goditje të makinave njëra me tjetrin, aq më shumë rritet puna e personave që këtyne limorëve që rregullojnë. E kujton herën e kaluar që kena diskutuar për ato vetura që kanë me kon në ajër dhe kanë me udhëtu në ajër. Krejt këto teste që është i bërë për parim Roma, për qëllim e kam i vedisu qytetarët se ato vetura që funksionojnë në ajër janë shumë atë mira se sa qëto që shto. Pa diskutim, unë e mendoj shikues të nderuar që kjo video akoma është larg është video se rreth rrotullimit dhe qarkullimit të makinave në Bangladesh. Sepse vorët kanë e kisi standard. Unë e mendoj që standardi më i mirë cilën duhet ndjekur është Bangladeshi. Pse po ankuhen për... A ke pregadit që m'ja demonstru qytetarëve? është videoja që kom përgadit, po është videoja që kolloj ka mas shumë të shikime mas shumë të në për gjitha rrjetet sociale, posaçërisht në TikTok. Pse unë nuk po kujtoj as më pas kaj? Po ti nuk e kujton se ti zotëri nderuam. Po çka intereson për parim Romës, checkingu. E ka rregullu rrethin edhe del edhe feston, është legjend. Çto thonë që ka bënë demonstrim, po na nuk na guxu me marr për shkak se është pak për persona, domethënë të ndjeshëm, nuk lejohet ajo pomje. Thotë që ka bënë demonstrim Tai Qi se i ka bënë 25 pumpa për 3 sekonda.
përparim. Jo. States of America, this party's for you. The 250 years anniversary of a country that brought us freedom. Legjend është kjo, domethënë, se a din çka po muj me kuptu në prej krejt kësaj state. Ky zotnia, kur e ka po javën e kalu me baben, që ka në bon stil, u dalë këtu kishe qeu në çka bëj me Amerikanë. Veç mundi mi a dërgu një mesazh mi thonë që je milje larg babës. Jo milje, jo, po ky zotëria nëse ka dikush që ty ta çmonton politikisht, figurativisht, në të gjitha format e tij është përparim Roma që ka vëmendje, domethënë sidomos investimin rreth, ajo po mendoj që është shumë tipike. Po mos me pas dashur Albin Kurti ky s'u kish bërë investim. Pa miratimin e Ministrisë të Infrastrukturës. Ti dësane zotëria qytetari i Prishtinës po dësane nuk i kupton, po më vjen keq për të jetë se Prishtina nuk është kryeqyteti më i madh në Evropë, po Prishtina ka numrin më të madh të rrethave në Evropë. Dhe kjo është si shembull do të më marr. Po normal. Prishtina për jetim edhe... Për jetim, domethënë... Për jetëm Prishtinën t'u sill në rreth. Sill në rreth, njëri, që kjo në një moment, qysh vjen tip në Prishtinë edhe me kalu Prishtinën për 5 minuta, jo zotni, në Prishtinë do të më fut në hymjet Prishtinës në 6 mëngjes, e ndalje do të më dalin 11. A pitoj metropol. Patjetër. E ki shumë mirë, do të thonë gjithë ditat shkon të nejtë në kolon. A ki nxehtë, a ki ftoft. Po veç ky ka pasur dëshpikje. Ka thonë për shembull kur rini në kolon lexoni. Shkopet ata kanë libër çka kanë thonë. Prishtina është vendi ky qyteti që më shumë ti ka blerje të libra. Autorët vetë kanë thonë. Prej momentit që janë plasuar treg librat e Agim Batirit edhe ky zotnia ka dalë me një komunikat të tillë. është një sen interesant nderuar se mu më ka shku mendja personalisht vetë. Është një gjë fort interesante që do të me ditë për publikun, që kjo lëvizja vetëvendosje është parti e cila i ka thith njerëz sikur fshisë. Sikur fshisa elektrike i ka marrë me vete disa figura që kanë kontribuar parti tjera, ka arrit me marrë. Edhe kush u shku në vetëvendosje të qysh u rehabilitu. Nëse je shku maj hull, je bon maj trash. Rastin që diskutuam po. Ka kalume, pra Armendi ka qenë shumë i hull, u bë shumë i trash. Kush u kon i trash, u bë i hull. Për shembull e ki presidentin. E vërtet. Do të thonë, kjo është një rehabilitim. Ose je po më i bukur ose më e bukur. Do të thonë çdo dimension ke përfituar. Për shkak se është çasësoj është ndjenja kombëtare vetë njerëz i inspiron edhe mandej i ushqen me gjëra pozitive që ndikojnë në stilin e jetës, në ushqimin e kështu me radhë. Tash çka ka ndodhur? A ki diçka specifike me tregu për këtë rastin e lëvizjes vetëvendosje? Nëse me që jemi televizja vetëvendosje, është mirë edhe regjia me na plotsu ky personi që ka hongër kastravec, ky Armend Muja, ai tha 3 net ka net ty hongër kastravec, aty në serë krejt t'ja kish hongër aty kastravecat. Edhe çfarë pomje ka marrë. Do me thonë, a din që thamë Tarzanin Kosovë. Po. Tash kë, ty u tu që Ben Albinin e Tarzan, unë kam u po Tarzan. Tarzan ka straveca në gjithë formë. Do me thonë, do me thonë, këtë rast është Tarzani vetë shpollur, apo? Tarzani vetë shpollur, po e Albini e bjen Tarzanin e vërtet këtë, ti zotni s'më bjen të vend. Pro, do me thonë... Amo respekt për zotnin se kjo është kjo meriton. Ka hongër në Kastraveca, kur ka qelë serën ai pronari, tha, që po banë këtë, mërë shko se u kallat kje vita, qumështi, në alarm, ta në kjo adin në shkajnë emisioni pa përgaditur të talë, zdi ke që ka folke, edhe manteke gjithë 5 minutave të vetën, në fund tha se im kote hongër Kastraveca, që shto kalzohë njëri se... Po be, unë e niva diçka që kishton qumështi godet shtetin. Çfarë forme mundet me godit qumshti shtetin? Qysh mundet me godit? Unë a din qysh muj me kuptu këto. Ata fermerët që e dersën qumshtin a dit. Qajo dhe goditet, qa po menante? Qysh ku goditet? Qëra shtetin mund me godit me gur, mund me godit me zolla, me gaz rëcjellës. Me qumsht është katastrofë mëre. Me voktin e... A dhe që qumshti mund edhe mu kall njëri, mund me eksplodu ma shumë se benzini. Do me thonë mjetë kimik shumë i rrezikshëm. Po në fakt, sipas analizave që dolen, do me thonë, para analizave, që i përmeni edhe ky Tarzani ministri, po na del që qumshtin... Armend Tarzani, prej tash e mu livdu edhe në pak, po s'ko lidhë. Ti s'ki flak. E po... Tash për i bjen që qumshtin Kosovë, definit, ky edhe një sen tjetër mos të harroj, ky pse ka post
që të ndryshim fizik ka të shpejt është se ka përdor qatë lloj qumshti në serë, domethënë edhe kastraveca edhe qatë qumshti ka përdor. Se qëre kanë herë anti-marketingu është marketingu më i mirë. E vërtetë njëri. Ata po qëre këtu në mendoj që kjo është e lidhur me kastravecën? Jo. Kjo kastravecë gjithësyrë se kë tash kish pi qumsh niku shumë. Po. Ky Tarzondi. Po. Muja. Zotri Muja. E tash diçka e ka vrejt që qumshtin, domethënë e ka frynë shumë, po shkeke tash ish bon marak në kastraveca. Tash kastravecat normalisht që kanë zhvillu. Po ne çka po du me thonë, kush i ka dhënë pompozitet kësaj pune dhe më shumë. Se ti qëre, veç një moment, ti nuk e din, ti jene për media, jesi analist në deru. Po të sene që ka i kopi unë i për cili ti, jo që ti nuk i talent të aftësimi po ti i njërën. Nuk i njërohen njerës, nuk i njërohen figurat e rëndësishme të gazetarisë kosovare. Cilët kanë qenë disa dhe në politikë, s'ka lidhe e është, të më thonë, kam përfitu politikisht. Unë i njëroj në kontekstin që së më mi duru për që ta. Po, që së më mi duru, po du të me duru njëri. Edhe kërë s'pëlqen du të me duru. Dim se unë e kam një problem. Aj që servilosit shumë, edhe aj që ranë ndryshe pas 5 minuta. Atë më stuj, se ti ki njerës që kanë media shumë fuqishme, edhe që ju servilusin këta dikujna, po politikant ju servilusin këtyne. Qaq nivel kanë mërë, ja? Qaq nivel, që e ki deklaratën e një, ka bo njëri video ju ka bo virale njërit, është gazetar, ka mediat vetën, u shku 100.000 followers në TikTok. Hajde. Dhe ka dhonë shpërblem. Kush është ai? Kush është ai? është Berat Buzhala. Që ka bo kjo? Kjo kom që kjo njëri. Nëse jena të ndryshime... Amo që të fotografi, veç një moment që të unë pelqenë se mënyra që shikop syzat, ta mërmen... që shupos që është... A dhe një që Berat Buzhala vish punë për një sanën e kam për me dhe ja baj shumë like edhe fotëftiju, nëse pajtoj, dykon 90% pajtoj me Beratin. Po, se dy tini një vi. Te mesi që ato s'pajtoj shumë... A din ku është ta kalëzën tani një problem, hajde, diskutoj. Dhe stasjare që do, kjo është personi i cili është i bullizu me mas shumë të në Republikën e Kosovës, në truhet shqiptare. Nuk ka përse ma bullizum edhe ka qëndru stojkisht, heroikisht, vertikalisht. Edhe pa e bon ndryshimin fizik të bullizimit. Absolutisht, do me thonë, kjo është përgjëlla, do me thonë, kjo nuk ja ka varë aty në që ka kanë thonë heq. Korina të Berati. Po? Berati, e mon me një ko, ka punu dhe taksi. Berati, ja? Po... Pe di ku be qëtë, se kë u shku e ka mor lejen e vëzitjes në PDK, tani ja filloj me shoh PDK-n, e shkaj e vëziti njondin që është kërministër, sot. E ta është dele shonë, përsa ta se mori njerë seriosisht, Berat, nuk të mori njerë seriosisht. E tani ti më thu mu, i kap do senet që unë e së një kapi. Që kë për shambull, kë mire ko. Unë e i kapi krejt, kë është problemi që këta së mëj me kap. Kë që ka flet mire ko. Po, i nderum, i respektum, zotri Buzhala, edhe se edhe fshotra nuk i kemë distancë me të të lartë. Unë jam i fshotra të abrije. Ta është vjen Tarzoni o bënë ato linjën aerore. Urna, kjo është i qabicit edhe duken si në distancë fshotrat njëna me tjetra. Kur njëtë se këmë taku, është legjend në vete, boba i gazetarisë. Ja, veç një bob i gazetarisë është. Kush është boba i gazetarisë? Ka dalë. Veç një bob i gazetarisë është. Batan Haxhiu. Batan Haxhiu nuk është gazetar. Qëre veç pa. Kjo është gazetar, kjo është analist. Kjo është Sandokanër, se kjo është ku në gjungull dhe ku në godhe një video ku valëzën. Kjo është gazetar, kjo është analist, kjo është moderator. Krejt gërshëtimi i gazetarisë është në këtë njëri. Që kjo më falë të Berat se i mo kry me ty, që kjo Batan Haxhiu nuk është gazetar, kjo i ka te i kalu më të dimenzionit të gazetarisë. Kjo është jashtë sistemit planetar. Kjo është i pare që ku me të hop studio televizive në Marsa, Jupiter. Kjo, a di kur vjen media në Kosovë? Ka herë kur të është në tu. Kur s'ka alien të atje kur kalu, ajtë në të shtatë, ka herë shkan në klan, dhe më thonë edhe ditën e mirë. Kjo dëshmon shumë, se kjo shkon vetëm në 2 televizione. Dhe më thonë, kjo dëshmon për prezencën ti 2 televizione, kjo bënë ma shumë bomë, se unë e ti në krejt televizionet në shkubash. A di që ka banë që kjo Batan Haxhiu? Thotë unë e kam një sekret, e di një sekret. Gjithmonë thotë qështë. Edhe qatë sekretin që kjo e din, është e vërtet që e din. Po e din edhe një 100 tjera. Jo, po kjo shkon ja vjep një sekret tjetër këtyne gazetarve. Vish një genjeshtër javë lëshën, edhe këta mendojnë që Batuni për din sekretet, realisht a e din, po si ja vjep sekretin kryesor.
Thot që kjo sekreti këta një 2 javë ditë merren me qatë punë, e del batoni, thot pas 2 javë, jo që kjo është ai sekreti kryesor. Këtyne do më dhojë devalvohet komplet mendimi, artikulimi mendimit, lajme kështu me radhë. Veç me një pikë, ose me një punë, nuk I ka punë të mirë. Ha. Exit pollat. Çka punë të mirë I ka? Aty ja huq, Kush jo që ja huq batoni, Jo, po është batoni ai s'ja tjetri, huq, është ngëm, është ai tjetri, baba I Kosovës, që e bën edhe batonin muni keq vetë me veti. E për kënë e kam fjallën të din. Kështu që Po pra e di se ajo temë, do me thonë, po s'mu e dëgjaj. Kur jemi të boba I gazetarisë, dhe ishta mu nolën dhe diçka me thonë pse pështin titullin Bob gjithkon. Që kjo, po tash me që jemi kështu, boba I gazetarisë, me që po thëni boba I politikës, kjo është si ironi ndaj bobës politikës. Boba I gazetarisë. Po s'mundesh me bë ironi me babën e politikës. Kur ai është ironia të hecë në kam. Po s'ka për rëndësi njëri. Unë veç deshta me ta spjegu që të sanë që shumë rëndësi edhe për publikun. Duhet më nolë të Beri. Berat Buzhola ka natyrisht I ka mediat shumë fuqishme, ka kalune për media, është shumë e vërtet. E vërtet. Që kjo Berat Buzhola gjithmonë për pak s'ka mujtë më bon hero. S'ka mujtë më bon hero. E vërtet. E ka pos shomcen jetike në televizion të Shqipërisë, në TV Opinion. Taman ju ka tur njerit, unë e thash do mu shpoll hero edhe u kry. Taman kër u shku ofer, u tërjek edhe nuk u bon hero. Dhe me thonë, e hupi finalen, miro ati zëtris Albatrosit, Albatros Regja që unë e tje kemi vëllo për nga fizionomia, edhe që ka bo shku I ka kërku falje, po pse biri kërkon falje? Mos I kërko falje, tje ke pos rasën jetik, njerin me zhduk nga skena mediatike, sot po delne për media në Kosovë, në Shqipëri, na bon një hurës, po me nolë kërkush, ma lojt tash, a I vetë pilshon në studio televizive. Dhe me thonë e ke pos ras jetik, edhe ishe shpoll heru, edhe dhe me thonë, jo me shku mi kërku falje njerit, Na e falem që është personi ma I bullizumë dhe që në aspektin fizik s'ka bas në ndryshim, veç flok t'i ka rrit pak. Po e të dosh me rujt këtë aspektin fizik, mos me ndryshu, nuk e ka quat vej për derin fund. Se e ke po Albatros është maj madhe, një farë qelje. Albatros I kështu më pamit parë, do këtë si bodyguard I një farë diskoteke. Qka, Berati ta që më në tënë? Ka në be. Ka në mëre? Shonë, s'ko. Albatrosi, veç, e ke po që ka nejtë beull, veç e ka këshyrë, në kujtë shkua verë. Berati ka shëritin e zi në karate, shëritin e zi në politikë. Po që kjo është dost I përparim ramës, ta I qine kam bo bashkë. Hashimi ja ka dhonë këti shëritin e zi, kjo e ko. Jo, ja ka dhonë një proqë, kështu me gjurë, po. Po dhe qatë leje në Ju ka përzi, ti ju ka përzi të ne. Po logaretet e për shanë një gjë, në regull, po që poti me pacullën kjo. Pse bacin me ngutës, pse shkojnë banë videj ngutës njerën të investu, qka po të rrugë, pse se le njerën me bizneset veta, me hallet veta, pse lidhe gjithë për njerëzve që janë shpiksit ma të mëllajt figura politike në Kosovë, dhe ki begjet pacullin. Qërja që I ka thonë ma ka bo bacin nervëz, veç qërja që I ka thonë bacit në dërte tjera. Ajo që me detyroj të reagoj këtë herë është tendenciozitetit gjallëzor I pamoral, shumë I ka thonë Beratit. Unë një me bocin. Po që po kjo e ka ngucë, po tana I pamoral shumë nuk është. Kush? Berati? I pamoral shumë. Ai me pos moral, po? Nuk punën taksist. Po që përse se s'ko lidhe aja modestia ti është. Nëse është I pamoral shumë. Ti ka kap njerin veç që ka po që është të ecë njeri për para. Është e vërtet. Nuk po mëj me duru në këtë farë qëndrimit ju. Është e vërtet. Tu ja bo që shto rafsh tani këta po morin kratë për pjetë. Që i ka video Beratit që ka qarkullu njëherë me atë dusin e vetë, 400 km diçka rreth Bregdetit, e ma shumë dikun 70% të kuës u konë desh. Se so vesh, nëse ka për qëta, këqëre njëre. Për shambull, që sa pa i moral shumë? Nuk o të bajke kur që me moralin. Po një, unë, qëre? Qëre njëre. Që ka dosht me dhome që të vajtë vishë kalëzëm. Autori ka dosht me kalëzëm? U kom fëtëf kërë i. Qështë është kjo, unë jam mëjtë. është mirë me posna dhe Beratin këto me në e shpjegu këto që ka dosht me thonë. Beratis vjen, Beratis në format televizionin se kështu s'ko ku njëri aj. Ko që mjallë shumë bosit aj neve aty që shta më nga konsideru Berati. Ajtë se këta djemë po më nëllë me bo diqka, po unë jam këtë kingu. Amo që të zhytje që e banë të thuhet, që të botë që ka mori noti. Po thu që e s'ka më të thua. Se ti moral shumë. Po jo, a dim pse ka pos boci. Se boci mësu me po këto një mujtit, veç në shorce,
e nalë desh. Pa moral shumë. E kur e ka pon këtë formë të këcy kështu ka thonë, kjo ka me ma konkuru Tarzanin tjetër. Tendencia se pa moral shumë, se kur t'jena të boci, se është mirë me full për zotrin Paculli, ky s'di vlo që thujnë publik na, s'di qa i ka që unë, s'di qa po meret me gazetare bac, ata qatë punë e kanë, vinë të këshyrin qa po banë, anë e kneti s'ki nevoj më po nërvaz. Po kë u shkuj ka thonë, dikujna se ko një thënje ku kë e definën çka është budalla. Pro, Begjet Paculli që të sanë neve në ka thonë para 14 vjetë. Është e vërtet, është e përkthyme edhe në disa libra kjo. Çka është budalla e ki thonë Elios Regjin, që është tregon se si kur jam unë e budallë dhe kur mund me konë të budallë dhe anasiltas. Hajde Regjia? Që kjo... Nëse unë ty të besoj një herë dhe më këtë ratu, budalla jëmë unë se të kom besu. Por budalla jetin, vërtet, se unë ty të kom besu. Por nëse herën e dytë, unë ty të besoj, atëherë budalla jëmë unë. Këto e ka pas me votu si që kam besu këtina dhe kam votu. Ja. Kjo është shumë interesant. Kjo gjithmonë herën e pori ka bën fjalit. Ky shqyqër që nuk është dëshmitor në gjykatë, se kë njeri janë 10 vetë bërë ka fletë Begjet Paculli. Pro, është shumë interesant. Po edhe ti mi pas gajlet e tina. Nëse onë e vrejta, kjo absolutisht boci nuk i pështën budallës. Dhe me thonë, është logjike e patikalushme kjo. Se tha budallo i, nëse unë ty të këmë besu. Ta është kësa herë ka mujtë mi besu Berotit. Ko gja shumë herë. Se Beroti që është ta kina dhe lidhje familjore, në këne është tim tjetër ajo. Po veç edhe Beroti është një pitë parve që kanë gati të aeroporti Vlorës, i ka shku me bo gjerime, me bo e që ke bocin qile, bacë. Kë Beroti edhe kur të gëzohet e që shumë pelqenë, se e këqyrë që Argentinën shumë. Edhe thot gjithmonë drejtësis ja mojonën, e kësoj rodhe u gëzu. Kishë këci përpjet me një vidëka, ka këqyrë. Edhe thanë ja ka njësë me fluturu. Ja njësë me fluturu. Si Peter Pan. Dhe thonë me një farë qanik si bubi që e ka, u gëzu, tha, jëmë gëzu shumë. A kë, për shambull, nuk ban Berat. Gëzimin moje për veti, në këtu raste, nuk ban me ndo me të tjere. Po këtë të një me drejtësine, gjithë është me matë pa drejtit. Për arsye se, je djallësh, je njëri me vlera, si qërisht po tamë, si gazetar, respekt, ta heq kapelen, kur të kam kapel, kur s'kam s'ta heq. Mirë po më që njeri, për shumë, më që me postu një video, të ju gëzu, në regu kur që të keqe nuk ka. Mirë po për një padrejtësi që ju bon futbol, të në këtë buta se të diskutar. Qëre një. Që të këtësim që e banë Beroti, veç dy vete e bojnë në but. Gjeki qeni ka për të nëtu s'ka mujtë, lëndu gjatë filma. Qëre njeri, që tonë, që kja është dhe më thonë, që është arrit prej shtrotit me këcyn tu, dhe më thonë, qëre njeri kja është, qëre njeri, që kja është, sincerisht kja është, na nuk jadim vlerën, kur sa të është Berotin këtë planet, na nuk jadim vlerën. E merë boce që një planet tjetër, ishë më se kjo diqysh, si të mi kalzu boce që ti ki aeroplan personal, po në valzaj, qatë so shkën aeroplan një jëtë. është tip shumë interesant dhe Berotin, për ndryshë shumë respekt për Berotin personalisht, është figur publike dhe natyrisht që ju vete me gazetarë. Si pas teje, këtë debatin mes Bocit edhe Berotit, kush e fitoj? Debatina? Ka me pos lështi? Jo, unë e menaj që Beroti me pas godit, me pas rro, që thujnë ata nga Shqipëria. Albatros Regjajn, kë Boci kur s'kish gudzu, mja shku që ato e pa moral shumë. Vëq kishtë thonë kujdes Berat. Kë e ka hopin kryesor të karrierës ti, kur u tërhjek të Albatrosit, tash Albatrosi s'po kryet njëri. Në përmedia të dalë. Është e vërtet, ka marr kry. Amo shumë është kundërthënës be? Këto s'këm ja fol historia Beratit. E pat shumë, janë dërshonës ashtë tikën njëri. Është pa kundërthënës kjo Albatrosi. Edhe me Albinin edhe me Edi Ramën s'shkon. Ja je me Albinin, ja me Edi Ramën. Po kjo kërë tut që atë për Beratu, që kjo ka pru shumë opër, i ka hup mendimi. Dhe pas këtë ditë, Berati a i shkish pos mendim o heq. Edhe që është dolin për studio heq, po si do që të jetë respekt. Po që kur tina të Boci, kjo Boci për djetë për kanë e kim pjallë. Për zëtërin Paculli, kjo i ka shpik disa figurat rëndësishme politike në historitë tunë. Shpikja ma e modhe e Begjet Pacullit është Agim Bahtiri. E vërtit. Prej Hollande, Navijan, e direkt Mitrovic, kryetari Mitrovicës, fabrika Këpura dhe kështu me radhë,
e ka prun Kosovë. Nuk ka shpikje më të madhe në politikë që ka bërë dikush më shumë sot që ky zotëri Macedoni. Një njeri është që sot e a ditë nuk ja fol bocë që të sen. A për dim për kënë e kom fjallë? Po e di kush është. Është në pikë S. Zotri Spahio e ka pikë në zemër. Pse ka hup zgjedhjet? Së në bonaj, organikisht së më e shikon, nuk më në ka përdin frizurën e zotrit Batiri. Se zotri Batiri me qatë frizurë thujnë e ka mujtë. Frizurë. Po, se kur ka ardha Agim Batiri me qatë frizurë njerëzit, kanë menu që është Çaknorisi, din? Një kohë që ka majtë flok shu përpjet, kanë menu që është Çaknorisi, dhe ka thonë, erë Çaknorisi, ka me qliru Mitrovicën, e mon men që është delket të ura i bret, shumë për të të kësërve. E ka fitu 2 herë. Allah i koft. Mitrovica e jugut është ka me, të më thonë, në hapat e zhvillimit. Qysh e kalon Agim Batiri? Qysh e kalon Agim Batiri? Mo, prej që kalon Agim Batiri, njerëzit... Po pse ka hup Agim Batiri, t'ja menon që se dojnë qytetarëta? Prej që ka hup Agim Batiri, nuk ka më këpurta. Prej që ka hup Agim Batiri, kush nuk u marë më me fidonet e kumblav. Gjithë shka ka met, të me thonë, si kohen para Agim Batirit, qytetarët e Mitrovicës definitivisht nuk kanë arrit me kuptu se çfarë vlere e shtume është Agim Batiri. Kallëzoj njerëzit thojnë, kur u shkuaj në punë, 10-8 i ka ftu administratën me konë aty. E kam pos obligim, po, edhe e ka morë sharkin. Ullë në mes, ata krejt ka nejtë rreth. Edhe e ka knu një kongë patriotike që mi motivu me punu njerës. Tha kur t'ja nisë që në aty me punu. A edhe në luft ka knu? Ka knu një 2000 km larë Kosovës, se të më thonë është trem. Kënë qefteli din me tregu vetën. Lufta është për trima dhe për burra. Jo për njerës menqër. A bën tash qëtu me të thonë diqka? Agim Batiri nuk e ka hup Mitrovicën se nuk e ka ndosh qytetarët. Agim Batiri Mitrovicën e ka hup se ka desht më mirë me politika globale. Hajde. Me politika globale të mëdha madhore. Nga Mitrovica nuk ecin politikat globale, nuk ka rëndësi thënia se në nivel lokal. Edhe shku Pecin, prej Peci e ka bo spec, e ka bo kryetar të komunës edhe në rregull. Agim Batiri i ka zotrin nderuar disa deklarata. Hajde. Cilat për mendimin tim janë nivel global kanë shkaktu huti, në but. Mirë po para kësoj deklarate, që e ka dhënë ai pikërisht në televizionin ku ne jemi, është mirë mi lexu një thënie të mençur dhe me komentu se çka thot Agim Batiri. Shiko çfarë ka thënë. Ky popull nuk është analfabet. Sheh, din dhe kupton thënie bahteriane. Agim Batiri. Pra, nëse e komentojmë, ky popull nuk është analfabet, ky vetë nuk e përjashton. E vërtet. Respekt. Nuk e përjashton. Kjo është pjesë e popullit, do të thonë kjo është pjesa përbërëse kryesore e popullit. Nuk është analfabet, sheh, din dhe kupton. Që kjo fraza e fundit, sheh, din dhe kupton, nuk është lajm pse ka thonë sheh, din dhe kupton. Po mënyra që ka rendit. Pro ti kur sheh, ti kur sheh e merr, do të thonë, e merr dituri, bëhesh i ditur dhe masi bëhesh i ditur, e fillon trurin edhe kupton. Njerëz mund me injoru. Po kjo është shpikja, nuk është rasisht që është e hjezume, po mënej është e specifikume. Jo rasisht, zotnia në fjalë, i ka 5 libra. Jo, pensje, po 8 libra. 8 libra në shkru për të... Po janë fut në 1919. Për 1919-ës, 8 libra e në pak, haver. Du të më shkru dikon 818. Qërë, kjo është njëri. Me konë ka që meqëm, pa tjetër që kanë më të përzi edhe datat, edhe vitet. E ka këthy vetën pak për mas, po... Jo, po kjo edhe i lasht është kë, pëse kjo rënë vetët e... Amo kjo po më pëlqen që... Qëto syzat që i ka, dhe me thonë, konsideruen syzat ma... Mo këqyra frizurën, fort qartë e ka. Kjo është, dëshme thot, desja ka bo Begjet Pacullit, këtu se Begjet Pacullit ma heret i ka pozi so syze, që e kanë posë qitë furm, ato nuk kanë qenë syze të djelit, po kanë qenë syze kështu Begjet Pacullit që ka posë, më botë se nuk inë gjetë ato, se s'ko nevoj, se ta është botë si meret me filtera, partner filtera. Do me thonë, ta është e tutje, na si popull... Ka sistemin e filterit, frizurës e të ftyres e krejt. Na si popull do të me kuptu një gjo.
Na mas pari do të me fitu dije për të parurit, edhe pastaj mi kuptu gjonat. Uroj që populli i sheh këta si politikan, mëson për i tyne, fiton dije, edhe i kupton që këta asë një për Kosovë nuk punojnë. Ja, tash këto e ki gabim. Hajde, pse e të më kundërshtu që ka shumë sonda? Që ta kundërshtoj bashkë me që të zëtrin Bahtiri, muna me thonë që kjo për Kosovë punën, se kjo e ka kuptu, nëse dëshiron ti me dosht Kosovë. Me pas dashki me punu për Kosovën, kish nejtë si kryetar, e tham pak me heret Mitrovica s'ka pas zhvillim. Të gjë këtu, inderu. Hajde. Kjo nuk është i dimenzionit Mitrovicës, kjo është i dimenzionit globale. Kjo e ka kuptu një gjë shumë interesante shikus të ndëruar Agim Bahtiri. Juve ju duket interesant me kesh me njerëz. Ani në regull. Agim Bahtiri ka kuptu që patriotizmin e vetë një mënyrë qysh me e zberthenti patriotizmin është në përmjet levizjes vetëvendosje. Dhe kyç levizjen vetëvendosje, sepse vetëm levizjen vetëvendosje mund me dhonë deklaratat nivelit global. E lusim regjin, që me nalshu një deklarat të zëtrit Agim Bahtiri që e ka dridh Washingtonin e Londrën e edhe në mos ka shkaktu, do me thonë rëmuj që kjo deklarat. Hajde. Babgjesh. Qësh me ndoni jo? Që me konë dikush kundër Amerikës dhe mund me konë qeveri? Qepeshe? Asnëherë. Po thu s'kish mujt me nej qeveri? Asnëherë. Asnëherë. Atë e në gjendje kur është interesi Amerikan. Janë gjendje edhe e kryetarin e shtetit me likvidua. Sikur që ka ndodhë, jo deni. Se jo me loni kryeministër që e qartë matematikat e Bashkimit Evropian apo Shtetit Bashkuar Amerikës. Po këto janë fjala të cilat ata që dhe thëjnë këta është të tërë për ta, pas pari si njeri. Dhe gjëm këtu, vetëm nësë mblem me të diqka, që tu, a do me ta deshifru që ka deshtë me thonë. Orno. Këtë direkt prej Kosovë, respektivisht prej studiove të DTV Media, e ka kërcnu Amerikën. Ma zi se baba që shkojnë bënë qëllë. Po mos kudza, ke posin, s'kudza kërkush me deklaru. E dyta, kur thaja ka prish matematikat, nuk e lejon me aprish matematikat, direkt u konë në revansh ndaj Necmettin Spahip, që është profesor i matematikës. E vërtet. Që kjo deklarat, inderum. Do më thonë, kjo ka prejkë në 2-3 vena me një fjallë. Absolutisht, që kjo deklarat u konë kërcnim i hapur edhe ndaj Amerikës, por edhe ndaj Zotrit Kurti. Njerëz nuk e kuptojnë. Agim Bahtiri nuk është i varur për asnjë partije politike. Ai është agim, edhe është frymë bahteriane, fryma, epoka e tij. Është sot në Kosovë, dominon Albini le të bëhet sa do në kryeministër. Është fryma e Agim Bahteriane që ty ta bën kryeministër ato. Ti mjafton mi po njerëz që festojnë, domethënë janë të frymës të Agimit, të inspiruar prej Agimit. Kjo deklaratë nderuam është deklaratë e cila mas pari ka shkaktu shumë e rrëmuj në për mediat kosovare, në për popull, po dhe jashtë. Këtë deklaratë do të me konë shumë trim me thonë, do të me konë shumë inteligent me artikulu. Edhe në fund, që shë ka lidhë me matematikë, kjo është shikus të ndëruar, nuk ka thënje ma të furt, nuk ka deklaratë ma të furt, se so kjo që na me përmbyllë emisionin për sonte dhe milion tema që të diskutoni ju. Edhe mi po njerëz cilët janë në Parlamentin e Republikës Kosovës, sa më shumë agima në parlament, aq me i furt shteti, aq me të furta institucione. Pajtohesh nderuar? Zbërthimin e bone fenomenal, çka të shtojën e veç nashta më me prish, po na mundë me thonë që zakonisht e prish kur të fulën e ka kur të ndërsen. Gjithherë prishit të ndrejt senet, po një gjë është e sigurt që Agim Bahtiri, të me thonë me qëtë video që ka e posh, edhe zbërthimin tënd, po muj me kuptu që herën tjetër bartës listën vetëvendosje? Jo, nuk e di, s'ka rëndësi kjo, edhe me kon lista 1235, kjo me kon 1235, kjo të bon. Jo, po menoj nga prioritetet e tina, do me thonë, kjo pas ka vendos prioritet, me sulmu edhe Albinin, edhe Ameriken, edhe BE-n, edhe Necmettin Spahijun. Absolutisht. Edhe pa përmen shumë emna. Unë e zotëri pa dosht me kalu fort në temat ndishme, se që të bëhë diqka tani, për kësi deklarata patriotike, unë jam pak i ndjeshëm,
edhe muj me shpërthy në vaj se kësi burra, si kur Agim Bahtiri, Kosova rol ka pas. Kështu që ne po ju lajmë shikues të nderuar të analizoni vetë personte kaq, gjërat që i diskutojmë këtu me visorin dhe që i trajtojmë, është mirë mos më hub, më shiku, shpesh më relaksu edhe më disponu, sepse tek e fundit një jetë e kemi. Do më thonë, edhe qatë jetë do të përpiq me jetu brenda rrethonave, edhe politike, edhe gazetareste, edhe bahtirione, gjithsesi. Faleminderit për vëmendjen e juaj, vazhdoni me programet e DTV-s e na shihemi shtunën tjetër. Natën e mirë, arrivederci. A din se 3 vjet han bort në trahtua idiote. Ka po ta me votua bie. Prishtina për jetime dhe... Hajde mirë për përshkosur. Ej zamër, edhe një gjysore sotri. E shpi vëdall.